Një person ka mbetur i vrarë, ndërsa 2 të tjerë janë plagosur si pasojë e një incidenti të rëndë që ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në fshatin Majac të Podujevës. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë Kaltrina Shala, e cila ka bërë të ditur se bëhet fjalë për një viktimë dhe 2 persona tjerë të plagosur. Ju njoftojmë se bëhet fjalë për një viktimë dhe 2 të plagosur. Prokuroria kujdestare nga Departamenti për Krime të Rënda ka dalë në vendin e ngjarjes për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore lidhur me këtë rast, ka deklaruar Shala për Telegrafin. Autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura detaje shtesë lidhur me motivin. Telegrafi mëson se viktima i përket gjinisë mashkullore, derisa të plagosurat janë të gjinisë femrore. Ndërkohë zhvillime dramatike janë konfirmuar në rastin e rënd në Majac, ku e dyshuara për vrasje është gjetur e plagosur rënd. Sipas informacioneve, ajo dyshohet se ka tentuar t'i marrë jetën vetes duke u vetë plagosur në kokë me armë zjarri, menjëherë pas kryerjes së krimit. Njësitë e fitit kanë ndërhyrë në objektin ku ajo ishte barikaduar dhe e kanë gjetur në gjendje të rënd, duke e nxjerrë dhe duke i ofruar ndihmën e parë në vendin e ngjarjes. E dyshuara është transportuar me urgjencë për trajtim mjekësor, ndërsa në këtë rast janë raportuar edhe persona të tjerë të plagosur rënd, si dhe një viktimë e cila ka humbur jetën dhe ende nuk është identifikuar. Policia dhe njësitë relevante janë në vendin e ngjarjes, ndërsa hetime për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rënd janë në zhvillim.